Përshëndetje, Koferën Shtypi. Përshëndesim vizitin e Ministrit të Jashtëm të Shtetit Shqiptar, Igli Hasani, në vizitën që bëri në shtetin grek e takimin konstruktiv me Ministrin e Jashtëm grek, të cilët ata diskutuan me problematikat e mbarta në shekuj në lidhje me Shqipërinë dhe Greqinë. Njëkohësisht, atje u trajtua dhe çështja për zgjidhje e Çamërisë. Territori i Çamërisë, e kam thënë gjithmonë dhe më vjen mirë që dy ministrat e diskutuan, duan të jenë një shtet i pavarur, se kërkojnë qytetarët, mbasi duan të jenë pavarur as me Greqinë, as me Shqipërinë, ku qytetarët të jetojnë të qetë, të ngrinë ekonominë të tyre dhe njëkohësisht të bashkëpunojnë dhe me shtetet tjera për të ulur tensionet në rajon. Mirënjohje shtetit shqiptar dhe shtetit grek që e kanë kuptuar përfundimisht që si Greqia, si Serbia, si Rusia, edhe shumë shtete që në shumë shekuj kanë qenë dashakeqës me kombin shqiptar. Kështu që e kanë kuptuar që e them gjithmonë që shekulli 21 është shekulli i shqiptarëve. Nuk është as i grekërve, as i serbëve, as i rusëve, e shumë anti-shqiptar. Faleminderit, Zoti i bekoft njerëz të mirë të gjitha shtetet që zgjasin dorën për të ulur konfliktet në rajon. Faleminderit.